Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq të kanalit Monitor TV, ja ku po takohemi sërish së bashku. Në fakt, po mundohemi që të jemi më afër apo më pranë hapave të artistëve shqiptar. Shumë në shënjestër dhe shumë kureshtar publiku është për të ditur se çfarë po ndodh në jetën e Gjestit, në privatësinë e tij, në sferën profesionale dhe në gjithçka tjetër që ka të bëjë rreth identitetit Gjesti. Gjesti, kohën e fundit ka qenë shumë i angazhuar, vazhdon të jetë shumë i angazhuar me evenimente të ndryshme, me mbrëmje rinore të ndryshme, me koncerte të ndryshme, me shumë pak projekte, por edhe me këngë të cilat ai do t'i sjellën së shpejti. Sot do t'sjell pranë jush disa fakte që kanë ndodhur në Gjermani, në München të Gjermanisë. Gjesti ditëve të fundit, para se ai do të nisej për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka qenë i pozicionuar në München të Gjermanisë. Aty ku Gjesti, do me thënë, ka kaluar disa ditë të bukura pranë miqve dhe pranë organizatorëve të tij. Nga të gjitha fakte që ne kemi arritur të kuptojmë, Gjesti ka qenë pjesë e një parti që në fakt bëhet çdo vit në München të Gjermanisë, bëhet fjalë për Rëft Party, është një parti që organizohet çdo vit dhe kemi arritur me ndihmën e të gjithë shqiptarëve të sigurojmë këto fotografi që në fakt ju po shikoni. Gjesti është parë që të jetë pjesë e kësaj feste, do me thënë ka qenë pjesë në këtë festën, ka qenë Albos, Gjesti dhe miq të tjerë të Gjestit, të cilët e shoqërojnë Gjestin dhe e kanë shoqëruar gjatë rrugtimit apo udhëtimit të tij pas Big Brotherit. Do me thënë, nga të gjitha informacione që ne kemi arritur të sigurojmë që unë momentalisht po i jap me ju, thuhet që Gjesti ka qëndruar në Lock Studio Accessible Twin, është një hotel i cili është i shtrirë, le të themi, në të gjithë Europën dhe ka pjesë edhe në München të Gjermanisë. Do me thënë, Gjesti ka qenë pjesë e kësaj partit. Tani, çfarë ka ndodhur në këtë parti? Në këtë partin është vallëzuar, është kënduar normalisht si në çdo parti tjetër, do me thënë, është një traditë që ndodhen në München dhe Gjesti pas të gjithave angazhimeve që ka patur, lodhjeve që ka patur, streseve që ka patur gjatë gjithë kohës sepse ka qenë në koncerte të ndryshme, ka vendosur me miqtë të tij që në një natë prej netësh para se Gjesti të niseshte për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të ndante një qef të bukur duke u argëtuar me miqtë. Por shqiptarët të cilët kanë qenë prezent në këtë mbrëmjen, ku Gjesti ka qenë për qefin e tij, do me thënë nuk ka qenë i ftuar si këngëtar, ka qenë thjesht për qefin e tij. Tani, klabi në të cilin Gjesti ka qenë, më duhet t'ju a them apo DJ-in, do me thënë është DJ Onit. DJ Onit është DJ i cili ka qenë natën kur Gjesti ka qenë pjesë në këtë klab, do me thënë bëhet fjalë për një klab në München, klab gjerman. Gjesti nuk ka qenë shumë në mes të vallëzon, të argëtohet me goca, edhe pse Albos ka qenë shumë prezent në këtë pjesën, shoku i Gjestit. Ajo që është vënë re shumë dhe ka rënë shumë në sy, do me thënë Gjesti vetëm në fillimet e festit ka qenë shumë afër DJ-it, edhe pastaj është larguar, do me thënë është pozicionuar në një kënd tjetër. Ajo që ka rënë shumë në sy, ka qenë se Gjesti, gjatë gjithë kohës në këtë festë, ka qëndruar non-stop në telefon. Në thënë, ka qenë non-stop duke shkëmbyer mesazhe, me patjetër që ai mesazhet do t'i shkëmben me Eglin. Momenti që Gjesti, do me thënë, nuk ka qëndruar të vallëzon në mes, nuk ka qëndruar me femra, sepse ka patur shumë femra gjermane aty, në kupton që Gjesti është në lidhje shumë të mirë dhe po kalon shumë bukur në marrëdhënien e tij. Dhe ajo që është interesante, sepse non-stop më vin lajme kur po komentoj, ajo që është interesante është se Gjesti duket shumë i lumtur edhe shumë i gëzuar.
Gjesti, jam shumë i bindur që ka menduar se do iki në këtë festën me miqtë e mi të kënaqem dhe nuk postoj asnjë foto dhe jam i bindur që nuk do dalin, por foto dalin, sepse shqiptarët janë gjithandej dhe le të themi në historinë e Gjestit për herë të parë Gjestin e kapën paparazzi. Për herë të parë që kur Gjesti ka dalë nga Big Brotheri e deri më sot, paparazzi e kapën Gjestin në një mbrëmje rinore, në Gjermani. Gjesti duke që është shumë i lumtur, është shumë i gëzuar, është shumë happy. Tani më tek fotografi që po shoh, domethënë në fotografi natyrale, Gjesti duke që ka pranuar suksesin e tij dhe po e shijon fort këtë suksesin. Domethënë ai në Minhen ka bërë dhe projekte të tjera që unë do t'ua sjell në vazhdim, por kjo është një pjesë nga mbrëmja ku Gjesti ka vendosur të shkojë me miqtë të tij, domethënë në Minhen të Gjermanisë, atje ku Gjesti qëndroi disa ditë, atje ku kishte edhe koncertin, por koncerti u anulua, atje ku Gjesti qëndroi disa ditë, atje ku Gjesti ka bërë dhe projekte të cilat unë do t'i flas pastaj. Domethënë Gjesti atje ka kaluar një periudhë të bukur dhe është argëtuar dhe është kënaqur. Ato të cilët jetojnë në Minhen edhe janë pjesë e këtij koncerti, i cili apo e kësaj feste le ta quajmë, e cila mbahet çdo vit, e din se për çfarë feste bëhet fjalë dhe mund ta konfirmojnë më mirë se në çfarë diskoteke realizohet dhe në çfarë diskoteke është realizuar kjo festë. Domethënë është një festë që bëhet një herë në vit në Minhen, po në këtë datë, sepse zakonisht Minheni ka disa festa. Për shembull në tetore ka festën e birës që bëhet çdo vit, domethënë ka ca festa simbolike. Dhe Gjesti ka qenë pjesë e kësaj festës. Normal që Gjesti nuk ka udhëtuar drejt Gjermanisë enkas për këtë festën. Arsyeja pse Gjesti ka udhëtuar do ta kuptoni në videon e radhës dhe këtë me dëshmi dhe me argumente përse Gjesti ka qëndruar në Minhen dhe ku është bërë kjo fotografia që Gjesti ditën e djeshme e solli te grupi. Por Gjesti duket se po kënaqet dhe po argëtohet me shoqërinë e tij. A mundet lutem edhe një herë fotografitë t'i shikojnë pak fansat? Faleminderit shumë. Ja po e shikoni, domethënë Gjesti është shumë i buzëqeshur, është shumë happy, është shumë i lumtur, është një gjest krejt ndryshe, më duket se ka ndryshuar shumë në natyrën e tij në karakter, domethënë më duket më i seriozët, më i qetë, më zlotri në kuptimin, sepse në Big Brother tregoi pak një karakter më të luhatshëm, më karakter të fëmisë, ndërsa këtu duket shumë më i qëndrueshëm, domethënë duket shumë më artist. Ne do takohemi sërish së bashku. Këto janë momentet ku Gjesti ka kaluar një festë të bukur në Minhen të Gjermanisë. Ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe për të gjitha lajmet e tjera.